Hekurudha rëshen Klos, e cila nisi të ndërtojë pak para se të shembej regjimi monist, mbeti e papërfunduar, por shumë prej veprave të artit të kësaj hekurudhe qëndrojnë në këmbë edhe sot pas afro 40 vitesh. Nga rësheni në Klos janë shumë mura të cilat u ndërtuan në funksion të hekurudhës, që duhet të kishte përfunduar me qëllim transportimin e mineralit të kromit, që prodhohen nga minerat e Bulqizës dhe Klosit në drejtim të Durrësit. Por këto vepra tashmë janë mbetur si dëshmi e vetme e kësaj vepre, që do t'i shërbente shumë industrisë së kromit, por edhe qëndrueshmërisë së rrugëve nacionale në të cilat kalon mjetet e tonazhit të rënd me mineral kromi. Një nga këta ura ndodhet edhe në fshatin Dom, që duhet ta lidhte këtë fshat me fshatin Kujtim. Kjo urë nuk u përfundua plotësisht, por vetëm këmbët e saj. Banorët thonë se këto vepra janë dëshmi e cilësisë së mirë të punimeve që kryeshin atëherë dhe jo si sot që pak pas i mbarojnë prishën. Rrugët e trenit dhe urat e trenit kanë qenë bën në mënyrë standarde. U botën me çement të markës 800, çemente që ishte e tipit lart, e ke parasysh. Dhe çdo gjë u bote me inxhinier, u bote me projekte tamam, siç ka Europa sot. Kurse urat e sot që bën ura jashtë standardit, vetëm bën çdo punim, marrë punë të vetë, mirë pafshim, në s'dihet sikur shemë në ura. Nuk bën standarde më. Kurse këto ura që janë bërë shive, të janë këtë me standarde, të nuk lëvizin se të 1000 vjetë. Çdo punë që bën atë ka qenë bën me standarde. Tani nuk bën me standarde, tani bën rruga për 6 muaj prishet rruga. Për 6 muaj përfundon rruga. Në radh parë nuk ka kontroll. Pse? Se këta janë të lidhë gjithë bashkë. Ai merr fondin i pari jep dyti jep treti jep tjetrin, fillon i fundit nuk gel më, e ke parasysh. Kishte pas fatin, si të mos rreth i matit, të ishin bën këto hekurudha, dhe ishin tepër standardet larta. Ne edhe s'do lëvizte asnjë gjë më. Po për shans, me fjalë u prisë shujart momentin, tani pse më vesh i parit dytin më. Fatkeqësi për kombi shqiptar. Nuk ka shans që u shkon 1000 vjet. Pa merak, bile sigur kishte ardhur treni, bile filloi punimet e trenit, vendosen shinjat e zonat. Urat të ngrenë prapë me standarde nalt, tu bëhet mrekulli, bëhet si në Gjermani, si në Zvicër. Mirë, por nuk o të pyet kush, më duket se nuk ka kush interes për mollin. Edhe në anën tjetër të fshatit Dom, qëndron gati e përfunduar ura e trenit që e lidh këtë fshat me fshatin Suç.